Në fshatin Çajl të Gostivarit, në këtë ditë festive për besimtarët musliman, mu para namazit të xumas u mbajt ceremonia solemne e rihapjes së xhamisë së re, e cila është rinovuar tërësisht dhe sot hapi dyert për besimtarët në formën më të bukur të mundshme. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ceremonia filloi me prerjen e shiritit në derën hyrëse për të vijuar në ambientet e brendshme të xhamisë, me një program të bukur fetar i cili filloi me bukur lexim të disa ajeteve të Kuranit famëlart. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. Pjesë e kësaj ceremonie fetare ishte dhe kreu i Bashkësisë Fetare Islame, Shaqir Fetahu, i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij, muftitë e shumë muftinive të vendit, kryetari i Komunës së Gostivarit me bashkëpunëtorë dhe shumë qytetarë të vendit dhe jo vetëm. Sot kemi mbi 750 xhami. Kush vjen habitet me këto xhami të bukura? Kemi 1400 nën punës fetare. Kemi 5 shkollat mesme islame me 200 profesorë. Kemi fakultetin e shkencave islame me 200-300 studentë. Institucione tjera. Dhe kur në konferencat të ndryshme e tregoj këte me njën pyesin, e kush i mban këto? Unë ju them, po i mban dikush. E kush? I mban një fjalë që quhet iman, imani i besimtar. Nuk e teproj që kam thonë ata. Kret këto ju, kret xhamati, populli muslimanët, thonë po. Nuk e teproj, ata thonë pater ju, qinki si ashabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Për ta ndarë gëzimin me banorët e këtij vendbanimi vajti një delegacion i muftinisë së Gostivarit i kryesuar nga muftiu Sabahudin Zendeli. Çdo një besimtar që kontribon për shtëpinë e Allahut vetëm se manifeston vullnetin, dashurinë, sakrificën që ka për Islamin, për Allahun xhaleshanuhu dhe dashurinë për Muhammed Mustafa. Kjo është e vërteta e besimtarëve dhe xhamatit tonë në përgjithësi, por e veçanta është sidomos të xhamatit të fshatit Çajl. Shpeshherë në kohë të fundit e kam përmendur në konsultim me imam tjerë dhe këshilla xhami të cilët dëshirojnë që të bëjnë diçka në xhami. Dhe si pikë orientimi u kam thënë shkoni në fshatin Çajl dhe do të shihni se si duhet dhe në çfarë forme duhet të renovohet një xhami. Imami i xhamisë Suhejb Alili, duke i falendëruar të gjithë ata që ndihmuan në rregullimin e xhamisë, tha se banorët e këtij fshati dashurinë ndaj Islamit nuk e kanë vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Uroi që këta objekte të mos shërbejnë vetëm për 5 kohët e namazit, por edhe për edukim fetar të gjeneratave të reja. Banorët e këtij fshati dashurinë ndaj fesë islame nuk e kanë vetëm me fjalë, por e kanë me vepra konkrete. Kur e them këtë, neve në xhamin ton, për mysafirët të cilët nuk e dinë, ka diku rreth 400 shtëpi antar, ndërsa vlera e këtij renovimi ka shifrën diku te 300.000 euro. Por nuk duhet të harrojmë se xhamia nuk është vetëm vend për të falur 5 kohë të namazit. Dhe elhamdulillah, prej tani e tutje neve xhamin e kemi bërë me standarde që ta shohim xhamin edhe si shkollë. Xhamin ta shohim edhe si tribunë të edukimit dhe moralit. Xhamin ta shohim vendi ku pastrohen zemrat e besimtarëve, ku gjeneratat e reja do të formohen dhe ku komunitetet do të bashkohen. Në fund u ndan mirënjohje për të gjithë ata që kanë kontribuar në renovimin e xhamisë, ndërsa kjo ceremoni përuruese u përmbyll me faljen e namazit të xumas.